Një nën dëgjon një rënkim të frikshëm nga monitori i foshnjës së saj. Pa menduar dy herë, ajo vrapon drejt dhomës së bebit. Ajo që gjen aty do ta ngrijë në vend dhe do t'ia ndryshojë jetën për gjithmonë. A ke qenë ndonjëherë në një situatë ku diçka të bën të ngrish për një sekond dhe më pas të shtyn të veprosh menjëherë, me instinktin lufto ose ik? Kjo histori është pikërisht për një moment të tillë. Para se të vazhdojmë, abonoju në Microphone, bëj like dhe shpërndaje këtë video me miqtë e tu. Ndoshta do t'u ndriçoj ditën dhe do t'u jap një mësim që nuk harrohet kurrë. A ke qenë ndonjëherë në një situatë ku ke zbuluar diçka që të ka ngrirë në mend, përpara se të shtynte drejt veprimit, duke aktivizuar instinktin e mbijetesës? Pikërisht kjo i ndodhi një nënë të re kur ajo dëgjoi një rënkim të çuditshëm nga monitori i foshnjës. Ajo vrapoi drejt dhomës së bebit për të zbuluar nga vinte ai zë shqetësues. Sa po hyri në dhomë, ajo zbuloi çfarë kishte ndodhur dhe mbeti e tronditur nga ajo që pa. Ashtu si shumë çifte që bien në dashuri, Roy dhe Bonita vendosën ta shpalnin dashurinë e tyre publikisht dhe u martuan. Nga shumë gjëra që kishin të përbashkëta, të dy kishin ëndruar gjithmonë të kishin një familje të tyren. Për ta, martesa ishte hapi i parë drejt realizimit të ëndrrës së përbashkët për të pasur një shtëpi plot me fëmijë. Ata flisnin për orë të tëra se si do të ishte të bëheshin prindër. Pak kohë pas martesës, Bonita dhe Roy vendosën të mos mjaftoheshin vetëm me fjalë dhe të përpiqeshin të kishin fëmijë. Nuk kaloi shumë dhe Bonita mori një lajm të jashtëzakonshëm. Ajo ishte shtatzën. Ajo u mbush me gëzim kur testi i shtatzënisë doli pozitiv. Ishte e lumtur pa mas nga mendimi se ëndrat e saj po bëheshin realitet dhe se do të bëhej nën. Por fatkeqësisht, gëzimi u kthye shpejt në dhimbje. Shtatzënia e Bonitës nuk përfundoi ashtu siç kishin shpresuar. Ajo lindi para kohe dhe foshnja nuk mbijetoi. Në një kthes tragjike të fatit, Bonita humbi shansin për t'u bërë nën. Ajo dhe Roy u përballën me emocione jashtëzakonisht të rënda, emocione që asnjë prind nuk duhet i përjetojë kurrë. Megjithatë, ata nuk u dorëzuan. Pak kohë pas humbjes së fëmijës së parë, Bonita mbeti shtatzën sërish. Edhe një herë ajo u mbush me shpresë dhe gëzim. Por tragjedia goditi përsëri. Foshnja lindi para kohe dhe nuk mbijetoi. Dhimbja u bë edhe më e madhe kur për herë të tretë Bonita mbeti shtatzën dhe historia u përsërit. 3 shtatzëni, 3 shpresa, 3 humbje shkatërruese. Bonita dhe Roy ndiheshin të thyer. Bonita ndjente një boshllëk të thellë në zemrën e saj, një boshllëk që mendonte se vetëm një fëmijë mund ta mbushte. Gjithë jetën e saj kishte ëndruar të kujdesej për një foshnjë. Pikërisht në këtë periudhë të errët ndodhi diçka krejtësisht e papritur. Në jetën e tyre hyri Midnight, një kotele e vogël e ndacke. Sapo e pan, instinktet prindërore u zgjuan. Kotelja ishte e dobët dhe shumë e vogël për të mbijetuar vetëm. Ata e morën dhe u kujdesën. Ndërsa Bonita kujdesej për Midnight, ajo filloi të ndjemte se boshllëku në zemrën e saj po mbushej ngadalë. Midnight u bë fëmia që ata nuk kishin pasur kurrë. Ata e donin dhe e trajtonin si pjesë të familjes. Me kalimin e kohës, ata vendosën të ndalonin përpjekjet për të pasur fëmijë. Dhe pikërisht atëherë ndodhi mrekullia. Bonita mbeti shtatzën sërish. Lajmi ju gëzoi, por edhe i friksoi. Megjithatë, këtë herë shtatzënia shkoi mirë. Muaj pas muaji çdo kontroll mjekësor sillte lajme pozitive. Në fund Bonita lindi një vajzë plotësisht të shëndetshme. Ata e quajtën Stacy. Gëzimi ishte i papërshkrueshëm, por kishin një shqetësim. Si do të reagonte Midnight? Frika ishte e kotë. Midnight e pranoi menjëherë Stacyn. Ai qëndronte gjithmonë pranë saj, ditë dhe natë, si një Roy besnik. Kur Stacy ishte rreth 6 javëshe, ajo u smur lehtë. Fillimisht dukej si diçka e zakonshme, pak koll, pak hunde zënë dhe lodhje. Megjithatë, për Bonitën, asgjë që lidhej me shëndetin e vajzës së saj nuk ishte e vogël apo e parëndësishme. Për shkak të përvojave të dhimbshme që kishte kaluar më parë, ajo ishte gjithmonë në gatishmëri të plotë. Pa humbur kohë, e mori Stacyn dhe e çoi te mjeku. Mjeku e kontrolloi me kujdes foshnjën dhe pas ekzaminimit e siguroi Bonitën se bëi fjalë vetëm për një ftohje të zakonshme, diçka shumë normale për foshnjat e asaj moshe. Ai i tha se Stacy ishte e fortë dhe se nuk kishte asgjë për t'u shqetësuar. Edhe pse u përpoq të qetësohej, Bonita ende ndjente një ankth të lehtë në zemër, por vendosi t'i besonte fjalëve të mjekut. Atë mbrëmje, Bonita vendosi të ftonte prindrit e saj për darkë. Ajo ishte e lumtur që më në fund mund të kalonte një mbrëmje të qetë familjare, diçka që e kishte ndërruar prej vitesh. Meqense Stacy nuk ndihej shumë mirë, Bonita vendosi ta vinte për të fjetur më herët se zakonisht. E mbështolli me kujdes,
e puthi lehtë në ballë dhe e vendosi në krevatin e saj. Ashtu si gjithmonë, Midnight e ndoqi nga pas dhe u shtri pranë krevatit foshnjës duke e vëzhguar me vëmendje. Bonita ndezi monitorin e bebit dhe u kthye në dhomën e ndenjës për t'u bashkuar me prindrit dhe Roin. Biseda po rrithte qetë. Ata po qeshnin, po kujtonin histori të vjetra dhe po shijonin mbrëmjen. Për një moment, gjithçka dukej perfekte. Papritur, një zë i çuditshëm theu qetësinë. Nga monitori i foshnjës u dëgjua një tingull i frikshëm, si një rënkim i zgjatur dhe i pakuptueshëm. Biseda u ndërprem menjëherë. Të gjithë heshtën dhe filluan të dëgjonin me vëmendje, duke u përpjekur të kuptonin se çfarë po ndodhte. Zëri u dëgjua sërish. Këtë herë ishte më i fortë dhe më i frikshëm. Zemra e Bonitës filloi të rrithte me shpejtësi. Pa thënë asnjë fjalë, ajo u ngrit në këmbë dhe vrapoi drejt dhomës foshnjës. Çdo hap dukej sikur zjaste një përjetësi. Në mendjen e saj filluan të vërshonin frikrat më të këqije. Kur hapi derën e dhomës, ajo pa Midnightin. Ai ishte ngritur mbi këmbët e pasme dhe po ulërinte drejt monitorit të bebit me një dëshpërim që Bonita nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Sjellja e tij ishte e pazakontë dhe alarmante. Në atë moment, Bonita e kuptoi se diçka nuk shkonte. Ajo vrapoi drejt krevatit Stacyt dhe ajo që pa e tronditi derin palc. Stacy ishte shtrirë pa lëvizur. Lëkura e saj kishte filluar të merrte një ngjyrë blu. Buzët ishin zbehur dhe frymarrja e saj ishte e vështirë, pothuajse pa dukshme. Bonita ndjeu sikur toka u hap nën këmbët e saj. Një frikë e thellë e pushtoi trupin e saj. Mendimi se mund ta humbaste vajzën e saj ashtu siç kishte humbur 3 fëmijë më parë, e paralizoi për një çast. Por instinkti i nënës mori kontrollin. Ajo bërtiti për ndihmë. Roy dhe prindrit e saj vrapuan menjëherë në dhomë. Sa po pan Stacyn, të gjithë e kuptuan se situata ishte kritike. Pa humbur asnjë sekond, e morën foshnjën dhe u nisën me shpejtësi drejt spitalit më të afërt. Udhëtimi dukej i pafund. Çdo sekond ishte e mbushur me frikë dhe lutje të heshtura. Kur mbërritën në spital, mjekët vepruan menjëherë. Stacy kishte hyrë në dështim të plot respirator. Ajo nuk po merrte oksigjen të mjaftueshëm dhe jeta e saj ishte në rrezik të madh. Minutat që pasuan mishin më të gjata të jetës së Bonitës. Ajo qëndronte jashtë dhomës urgjencës, me zemrën që i rrithte fort dhe mendjen plot frikë. Pas një kohe që dukej pafund, mjekët dolën dhe i dhan lajmin që ajo lutej të dëgjonte. Stacy kishte mbijetuar. Më vonë mjekët i thanë Bonitës diçka që ajo nuk do ta harronte kurrë më parë. Nëse familja do t'ishte mbërritur në spital vetëm disa minute më vonë, Stacy nuk do t'ishte mbijetuar. Ajo ishte shpëtuar në sekondat e fundit. Në atë moment, Roy dhe Bonita e kuptuan të vërtetën e pabesueshme. Midnight nuk kishte ulëritur pa arsye. Ai kishte ndjerë se diçka nuk shkonte dhe kishte bërë gjithçka që mundi për të lajmëruar familjen. Nëse ai nuk do t'ishte ulëritur drejt monitorit, askush nuk do ta kuptonte se Stacy po luftonte për frymë. Midnight nuk ishte thjesht një mace, ai ishte heroi i tyre. Ai nuk vetëm që kishte mbushur një boshllëk të madh në jetën e Bonitës në momentet më të errta, por ishte bërë edhe engjëlli mbrojtës i vajzës së saj. Një shpëtimtar i heshtur, që në momentin më të kritik zgjodhi të vepronte.